Ti gjithashtu bashkëshorte, nën, si arrin mi balancu gjitha këtu? Shpesh e bëj edhe vetës ja bëj këtë pyetje, nuk e di arrish me balancu shumë mirë punën, familjen, të shta edhe për kushtimin ndaj vetës, po mundohem jashtëzakonisht shumë, ka raste kur periudhë kohore kur angazhohem jashtëzakonisht shumë në punë dhe kam shumë pak hapësirë të është ati përkushtohem familjes, bashkëshortit, vajzës, mirë po, pastaj rikuperoj edhe mundohem sa ma shumë me shfrytzu kohën me vajzën. A të ka ndodhë ndonjëherë me marë kritika nga bashkëshorti pse u vënuve? Jo, asnjëherë. Dhe të të ki shumë supportuz? E kam supportusin më të madhë, në fakt, edhe shtytësin më të madhë, që ti përkushtohem jashtëzakonisht shumë profesionit që unë e ushtroj, sepse e sheh pasionin që unë e kam ndaj profesionit, edhe është supportus tepër i madh, edhe pikrisht fakti që ajo është shumë supportus edhe babi jashtëzakonshëm edhe kujdeset jashtëzakonisht shumë mirë për vajzën, unë e kam pastaj shumë lehtë me ushtru profesionin sepse nuk e kam brengën se çka po ndodh në mungesën time, kështu që nuk e kam atë problem, po përkundrazi më suporton jashtëzakonisht shumë. Le të kthehemi pak te Blinera e shtëpisë. Edhe gjithashtu brenda shtëpisë me presidentën Vjosa Osmani. Cila jeni më kokëfort dhe cila kritikoni më ashpër? Unë nuk jam shumë kokëfort, paktën nuk e mendoj që jam. Problemin e kemi sepse të dyjat jemi juriste dhe të dyjat diskutojmë bazë të argumentit, kështu që është vështirë me gjetë një mes kryesisht kur diskutojmë, ose kur kemi gjëra që nuk pajtohemi. Mirë po, zakonisht në fund e gjejmë një farmesi. Ne kemi raporte motrash. Te edhe ne ke një motër edhe edhe sa speciale është raporti i motrave. I ndajmë të gjitha bashkë, të mirat, këqijat, neve na bashkojnë edhe vajzat, sepse i kemi një gjenerat, ka një raport shumë special, kështu që kryesisht edhe raporti jonë ndërtohet shumë më shumë, ndoshta jashta profesionit, edhe në lidhje me vajzat tona, kështu që është raport si pa marrë parasysh pozicionit të saj si presidente, në shpe është vetëm motra. A ndodhë ndonjëherë për shembull me kërku diçka prej saj, me bon shpe? Hiç më largë se ndje. Ne kryesisht e njohim presidentën si një grua që përkushtohet jashtëzakonisht shumë edhe ndaj familjes edhe vajzave, po edhe në kuzhinë është shumë e mirë. Dhe i kërkova diçka me më përgatitur, sepse unë nuk jam shumë e mirë në kuzhinë, kështu që tha momentin që do të jem më e lirë e bëj. Tash të na nxite neve me të pyet çka ka përgatitur. Tone. E bukur. I bën shumë të mira, kështu që mu kujtu me një moment. Është interesant me ditë kështu detaje rreth presidentës, se audienca është si presidente, po në anën tjetër brenda shtëpisë ajo është një motër për ty. Normal. Përkundër